Përshëndetje dashur miq dhe mirë se vini në këtë episod të emisionit Rind për të rind RTS Koça. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme dhe shumë aktuale. Ai është një aktivitet i cili është i ri tani në këtë kohë dhe po rikthen emocionet e teatrit tek gjimnazistët e qytetit të Korçës. Ai aktivitet është Festivali i Teatrit të Rinjve. Festivali i Teatrit të Rinjve pra është skena që do të bashkojë pasionin por gjithashtu dhe talentin e gjimnazistëve në qytetin e Korçës. Kjo është një nismë me cila po i afron të rinjt me skenën, me traditën kulturore, si dhe me punën profesionale të aktorëve të vërtet. Pas suksesit të Rinj Show, ky festival vjen për të ruajtur traditën, vjen si një hap i ri për të ruajtur traditën kulturore të qytetit tonë, si dhe për të zbuluar zëra të rinj artistik. Sot në studio do të kemi disa të ftuar. Disa prej tyre do të jenë disa nga regjisorët që janë të përfshirë në përgatitjet e festivalit, pra në Festivalin e Teatrit të Rinjve, por gjithashtu do të kemi edhe disa të rinj pra pjesëmarrës që do të ngjiten në skenë mbas edhe për herë të parë si aktor. Atëherë sot do të kemi të ftuar Ergiz Dervishin, që është student të vitin e tretë dhe po bën rolin e regjisorit. Përshëndetje Ergiz dhe faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Ergiz, si lindi ideja për ta sjellë këtë festival? Tani, në fillim të gjithë stafi organizues po mendonte që të rinjt duhen afrohen sa më shumë me teatrin. Do me thënë, Korça ka mbi 15 vite që po bën Rinj Show. Është një traditë gjigande që shpresojmë të ketë një vazhdimsi sa më të madhe. Dhe tani e gjithë ideja ishte që ne duhet fillojmë të afrojmë sa më shumë studentët, sidomos gjimnazistët, me veprat dhe jo vetëm me disa skeçe të vogla që ata shkojnë në teatr, marrin atë kënaqësinë momentale ose kalojnë atë muajin e bukur që ndodh Rinj Show, por më e rëndësishme se të kalojmë bukur është të kulturohemi. Po. Edhe sa më bukur do të ishte se përveç se të kemi Rinj Show, ku ne bim qef, kënaqemi, njohim njerëz të rinj, mësohemi me jo vetëm të shohim teatr, por edhe të jemi ne ata që bim teatrin. Pra provojmë dhe ne emocionin si është të jemi aktor, si është të jemi regjisor, si është të qëndrojmë tek stolat e teatrit, tek skena, oraret, provat, gallatat që bëjmë bashkë me grupin, momentet e bukura. Dhe tani qëllimi ishte që përveç këtyre të mbajmë të traditë për të shtojmë edhe diçka tjetër, sepse besoj se Korça e meriton ta ketë këtë traditë, sidomos për gjimnazistat, që të kultivojmë sa më shumë brezat me një edukat më cilësore. Dhe sa më shumë që ne të punojmë me vepra që janë nga autor, ne kemi marrë nxënësit këtë vit do të luajnë Shakespeare, do të luajnë autor të tjerë, do me thënë do shohin dhe mënyrën se si është të përballesh me një autor të madh. Dhe qëllimi nuk është që ne të nxjerrim vetëm aktor. Qëllimi është që ata të fillojnë të mësohen, të njohin, të lexojnë veprat, të mos jenë vetëm tek gjërat më sipërfaqësore, që thjesht të shohim, të kënaqemi edhe kaq. Por thjesht të nxjerrim një mesazh më shumë, të mësojmë nga autorët, të njohim sa më shumë vepra, që mendoj që është një moshë gjimnazi që çdo njeri, çdo adoleshent është në atë periudhën që vetëm thith informacione. Edhe pse ta mësojmë brezin e ri vetëm me gjëra sipërfaqësore të thjeshta, me disa skeçe të vogla që thjesht argëtohen, por të marrin një edukat më kualitative, mendoj unë. Edhe mendoj që kjo është hapi më i rëndësishëm që duhet hedh ky festival, që të rinjt të mësohen me vepra dhe me autor, të fillojnë të njohin ata. Dhe pastaj të provojnë në lëkurën e tyre se si është të luash një personazh nga Shakespeare, një personazh nga se i shohim që shkojnë disa prej tyre kanë kulturën e teatrit. Kanë shkuar, kanë parë shfaqjet e teatrit të Korçës që vazhdon me aktivitetet e tyre dhe i shoh që kanë një lloj kënaqësie të jenë dhe ata pjesë e asaj gjëje. I shikoj që kur shkojnë në prova më flasin që pam kokofestin, pam të shfaqje, sa bukur do të ishte të luanim edhe ne, dhe e shikoj që nuk duan të ngelin vetëm tek Rinj Show. Ka qenë domethënë dhe dëshira jon dhe e stafit organizues, profesore Blerta, që ka filluar me organizimin e gjithë eventit, stafi i gjithë i madh që e ndjen nga mbrapa të gjithë rrugtimin, e janë vënë në dispozicion të gjitha sallat, edhe kushtet më të nevojshme për të krijuar procesin. Ne jemi të lirshëm, studentët janë shumë të lirshëm, kanë të gjitha kushtet. Edhe qëllimi ishte që jo vetëm është dëshira jon që ata të fillojnë të kulturohen pak më shumë, po ishte edhe vetë dëshira atyre. Shpesh unë dhe vetë kur kam qenë në moshën e tyre kam shkuar, i kam ngacmuar vetë profesorit, i kam thënë po sikur të vëmë një shfaqje që është jo vetëm me skeçe. Edhe shikoj që dëshira brez pas brezi nuk ka humbur, të paktën në Korçë. Po ka filluar dhe po shtohet, dhe ata ka qenë vetë dëshira e tyre për të marrë këtë festival. Edhe kur dëshira është
e mirë edhe pozitive. Nga dyja palët tham kushtet i kemi, ne jemi, ata janë, pse jo të mos e realizojmë këtë festival. Pra ti e ke pasur që në fillimet e tua të para qef aktrimin, le të themi. Po, patjetër. Kam filluar me Rin Show-n, pastaj me gradualisht me disa shfaqje të vogla, me trupin profesioniste. Pastaj shkova në akademi dhe tani po merremi me festivalin. Po. Si po bashkëpunoni me të rinjtë, pra si ndjen të rinjtë? Okej, tani thash, duke qenë se ka qenë dhe vetë dëshira e tyre që ky festival të organizoj, edhe ne dhe ata jemi ekstrem shumë bashkëpunues. Qoftë me pjesën e mirë kuptimit ta marrim që nga më bazike të oraret, tek mënyra se si ata duan të punojnë, sepse i vetmi problem në thonjza për të bërë një kritik për të përmirësuar festivalin, ka qenë pjesa që ne po mundohemi të mësojmë ata me një lloj pune pak më profesionale. Sepse jemi mësuar në Rin Show, unë kam qenë dhe vetë dhe e di që punohet me seriozitet nga gjithë regjisorët, pa diskutim, edhe nga nxënësit, por tani te ky festival po mundohemi t'i japim një lloj kulture pak më profesionale. Ne fillojmë me procesin e tavolinës, që zgjat prafërsisht 2 javë, edhe ata në fillim ju duk sikur është shumë e gjatë, do lexojmë në 2 javë, ne mësojmë tekstin shpejt. Po ne po mundohemi t'i fusim në rrugën që kështu duhet bërë kjo gjë. Edhe sa më shumë që ata tregojnë bashkëpunues me ne dhe kanë besim tek ne që merremi me ta edhe te organizatorët e festivalit, gjë që nxënësit janë treguar shumë të gatshëm, qoftë tek pjesa e bashkëpunimit, mirëkuptimi, besimi i festivalit, sepse është një festival i ri. Është edicioni i parë që edhe duhet kemi nga të dyja palët, qoftë edhe nga publiku i qytetit, duhet kemi shumë besim tek njëri tjetri, mirëkuptim që këtë festival mos ta lëm vetëm tek nxjerrim edicionin e parë, bëm ca shfaqje të bukura dhe ta lëm aq. Dëshira ime dhe e të gjithëve, po besoj dhe e nxënësve është akoma më shumë që ky festival të kthehet në një traditë. Të ketë një vazhdimsi, dhe të kthehet në diçka që mezi e presim të vijë momenti kur do shkojmë aty. Çfarë roli ka Qendra e Artit dhe Kulturës në organizimin e këtij festivali? Qendra e Artit dhe Kulturës ka një rol shumë thelbësor te ky festival, sepse është institucioni i cili ka garantuar të gjitha komponentët. Aty bëhet zhvillimi i provave, aty kemi bërë audicionet e festivalit, sepse dua të prek dhe pjesën që çdo gjë ka ndodhur aty. Janë të gjitha ambientet, komoditeti, oraret, janë vënë të gjitha në dispozicion të rinisë së qytetit Korçës. Nuk besoj që ka të ri që është pjesë e festivalit, që nuk është ndjer komod, që nuk është ndjer i lumtur, që nuk është ndjer i mirëpritur tek qendra për të bërë atë që do. Thjesht për të qenë i lirë, për të bërë qef, edhe për të punuar në fundit. Çfarë dallon këtë festival nga iniciativat e tjera rinore të qytetit të Korçës? Këtë festival e dallon janë ato që preka pak më parë. Përveç se është një është edicioni i parë dhe është një festival i ri, e dallon pjesa që ne po merremi me vepra konkrete. Është ajo që thash pak më parë. Ky festival dallohet nga çdo iniciativë tjetër që është, si për shembull Rin Show ose festivale tjera, shfaqje tjera që janë organizuar nga vetshkollat. Kemi, me sa jam në dieni unë, vetshkollat bëjnë aktivitetet e tyre gjatë festave të fundvitit e të tjera me radhë, ndërsa ky festival nuk është me shkrimet ose punimet e vetë nxënësve, por nxënësit shohin si kanë punuar dhe regjisorët e tjerë, por edhe shohin nga autorët, që janë autorë që as ne as askush nuk i vet dot në diskutim. Edhe ata thjesht mundohen të thithin gjëra më profesionale. Pastaj një qëllim më ambicioz i këtij festivali është që pse jo ne të nxjerrim talente që ata mund të shkojnë dhe në akademi. Sepse e shohim që vit pas viti ka një mungesë të theksuar shumë të kandidatëve që shkojnë, edhe mendoj që kjo gjë duhet niset që në gjimnaz. Qofse ne nuk i kultivojmë nxënësit me kulturën që ne duhet ta duam artin, dhe përveç se ta duam, se kjo është shumë klishe, është që ne ta kuptojmë, edhe timi në brendësi, të mësojmë si bëhet, jo vetëm ta shohim. Edhe kjo është gjëja që e dallon festivalin nga gjithë punët e tjera. Nëse një artist i ri i këtij qyteti që është në gjimnaz ka hapat e para, shkon në festivale të tjera, qoftë Rin Show ose çdo gjë tjetër,
thash, merr kënaqësinë. Unë jam nga ata disa që kam shkuar në akademi nga Rin Show. Kam spikatur aty, kam bërë disa gjëra të vogla dhe e vazhdova aty, kurse sot kanë një mundësi më të madhe. Unë nuk e dija si punoheshe me një vepër të plot kur shkova në akademi. Hiqe eksperiencat e tjera me teatrin. Po nëse nuk do ishte teatri, do kisha vetëm Rin Show. Nuk do dija si punohej me një autor, me një vepër të plot, me një proces pak më serioz të punës, më me kualitet. Edhe ata kanë një mundësi shumë të madhe që ta shohin veten në disa dimensione. Kanë Rin Show që kanë atë lirinë e tyre, kanë kënaqësinë e madhe, kanë dhe këtë që përveç se edhe kjo është patjetër punë qefi, kjo nuk bëhet pa qef. Asnjë nga këto festivale që i vesh kryesore, por mësohen të kenë një gjë më profesionale dhe shohin veten në një dimension tjetër. Unë i shoh i vere të gjithë gjimnazistat që po punoj kanë një lloj tjetër impostimi të mirë në këtë rast kur futen në prova. Se shumica e tyre vinë nga Rin Show. Po. Edhe janë mësuar me atë pjesën që jemi të shkathët, ecim, bëjmë atë kënaqësinë e momentit, kurse i shikoj tani që vinë dhe shikoj merren me tekstin, përkushtohen. Por nuk ka gjë më të mirë për ne të shohim që kemi disa gjimnazista që e kuptojnë sa e rëndësishme është të merresh me art. Po. Vin para, marrin telefon, pyesin, po sikur ta bëj këtë, domethënë, po verej që me kaq pak ditë sa kemi nisur ne të zhvillojmë festivalin, po shikoj një ndikim shumë masiv te të gjithë janë shumë të angazhuar. Janë shumë të angazhuar edhe askush nuk e ka marrë si një sfidë të madhe që ne po punojmë vepra. Jo, besoj që Korça i plotson të gjitha komponentët, që nga Qendra e Artit edhe Kulturës që na ka ofruar të gjitha komoditetet, qoftë tek stafi i ne regjizorëve që po punojmë, që po më japim maksimumin për të nxjerrë këtë festival dhe shfaqet, edhe po ashtu 100 fish nga studentat që po përkushtohen te masën. Pra kryesisht bashkëpunimi juaj nga shkolla dhe nga teatri ka qenë kryesisht nga Rin Show për pjesëmarrjen e të rinjve. Po patjetër duhet një lloj ure lidhse si ne mund të gjenim pjesëtarët. Ne kemi shkuar, gjë ka filluar kur ne shkonim te shkollat. Edhe bënim njoftimet që ne jemi këta regjizor, po krijohet festivali, gjithë profesorët kanë qenë në dieni të kësaj. Kemi komunikuar me stafin pedagogjik të gjimnazeve në Korçë dhe kemi shkuar, kemi bërë audicionet, por tek faza audicioneve nuk kemi treguar shumë të rrept. Për një shkak, jo se kjo ka ulur kualitetin e festivalit, por qëllimi është që të afrojmë sa më shumë. Domethënë kemi bërë audicione dhe jemi munduar të marrim të gjithë. Nuk kemi munduar të bëjmë një prerje që jo do marrim vetëm këta se këta bëjnë, jo, kjo nuk ndodh te ky festival. Nuk është një festival që do ndajmë çmimet e mëdha. Do të ketë diçka simbolike në fund që jep pak atë shpirtin e garës normal. Ndikon pak te mentaliteti i gjimnazistëve dhe joni pa diskutim, por që duhet mbajmë një frym harmonike bashkëpunimit te të gjithë festivalet. Edhe kur kemi shkuar, kemi bërë audicionet, kemi qenë të hapur që hajdeni, sa më shumë. Edhe ne vetë regjizorët kemi pasur vepra me, po e marr kot një shembull me 10 personazhe, kemi pasur edhe shumë gjimnazistë të tjerë që jo dua të vi edhe unë, edhe kemi sakrifikuar diçka nga vepra, kemi shtuar akoma që vetëm ata të vinë, të jenë aty. Nuk ka rëndësi për ne talenti, rëndësi ka fryma edhe kultura, përkushtimi që marrin ata për teatrin. Shumë mirë. Të pyes, si mendon që do të dalë rezultati pra? Çfarë mendon që do të jenë? Çfarë pritshmërish keni nga ky festival? Tani, çdo kush kur ka një iniciativë të re, çdo grup, çdo individ ka disa pritshmëri. Ne të them të drejtën, nuk kemi folur, i gjithë stafi organizues nuk ka folur asnjëherë për pritshmëritë, për rezultatin që do ketë ky festival. Domethënë, nuk kemi folur asnjëherë për duam të nxjerrim të shfaqje në filan nivel ose të bëjmë këtë. Ne deri tani akoma po merremi me pjesën e rekrutimit të sa më shumë të rinjve që e duan artin dhe rezultati më i mirë që mund të jap ky festival është që të kemi një pjesëmarrje masive dhe jo masive neglizhente. Por të ketë një pjesëmarrje masive që e duan ta bëjnë. Dhe pa diskutim,
futet pastaj pjesa profesionale nga ana jonë që ne po mundohemi për sa i përket pritshmërive të ne regjizorëve, po mundohemi të bëjmë shfaqje sa më me kualitet profesionale, por që dhe të përshtaten pak tek mosha e tyre. Dhe nëse ne arrim të krijojmë balancën midis profesionalitetit, që ata duhet të mësojnë nga kjo, që të kemi një rezultat sa më të mirë të festivalit, se ne mund të kemi pjesëmarrje, por nëse shfaqjet dalin të enza keq nga gabimet tona të regjizorëve ose dhe të nxënësve, nuk duhet të arrim te kjo pikë. Duhet të arrim të ruajmë balancën midis profesionalizmit, shfaqje me kualitet, por dhe harmonisë dhe dëshirës masive që ata duhet të kenë për ta vazhduar këtë festival. Qëllimi kryesor i këtij festivali është dëshira e madhe për të kulturuar të rinjt me sa më shumë gjëra kualitative siç janë librat, veprat, jo të marrim informacione të gatshme, ChatGPT, të marrim subjektin, ta shohim çfarë thotë kjo që të shkojmë nesër ta prezantoj këtë punë diku, jo. Nuk duam t'i mësojmë kështu. Të gjitha proceset nuk ka tekste me telefon, duhet mësojnë që tek pjesa që po flisej një ditë me profesore Blertën për procesin e festivalit, edhe tha, ku ka më bukur, tha, se ti shohim, tha, kur janë duke e prekur tekstin në flet format, janë duke e parë aty, janë duke shkruajtur, janë duke mbajtur shënime. Duam të heqim këtë informacionin e shpejt. Kam tekstin telefon, ta marr këtu. Edhe qëllimet janë përveç se edukative, që nuk bëhet fjalë. Janë edhe pak më të thella tek synimi për t'i mësuar me një lloj gjëje pak më të thellë, jo vetëm me gjëra sipërfaqësore. Dhe pastaj padyshim për ta vazhduar. Nëse arrim këtë balancë midis profesionalitetit edhe dëshirës së mirë, besoj që festivali do ketë një rrugë sa më të gjatë, edhe uroj ta ketë. Ju i përmendët disa nga mesazhet, por më thuaj një mesazh kryesor për të rinjt që do të përfitonin përmes këtij festivali. Një mesazh kryesor, se ju afërsisht i përmendët të gjitha. Patjetër. Tani, mendoj që gjëja më kryesore që ata do të fitojnë nga ky festival, dhe jam totalisht i bindur, është një kënaqësi ndryshe. Unë nëse do isha në moshën e tyre, nuk do i kisha fare me dymendje do marr pjesë aty apo jo. Është një muaj ndryshe. Është një muaj ndryshe, domethënë ne kur përmendim Rin Show e themi është ai muaj i bukur. Ky është akoma edhe më i bukur. Se mësojmë me një gjë edhe më ndryshe që vjen për qytetin. Edhe besoj që gjëja më e bukur që ata do të fitojnë është një kënaqësi duke njohur njëri tjetrin, njohin njerëz të rinj, me një grup të vogël por të mbledhur duke punuar me dashuri. Edhe ka më bukur se të kalosh një muaj në teatr, të mësohesh me atë lloj pune, me atë lloj fryme. Edhe janë kujtimet pastaj. Shumë faleminderit. Profesionale janë kujtimet që do ngelen tek ata. Në çfarë date fillon festivali për të gjithë shikuesit që janë të interesuar ta ndjekin? Nga kujtimet kalojmë tek e ardhmja. Tani, festivali mendohet të jetë tek datat 10 dhe 14 nëntor. Nëse planet ecin sipas programit dhe ne vazhdojmë me të njëjtën strukturë që kemi ndjekur, besoj se ato janë datat përfundimtare të festivalit. Patjetër do të ketë njoftime tek faqja e teatrit, qendra e artit dhe kulturës, nga vetë ne. Besoj postera në qytet do shpërndahet i gjithë festivali dhe uroj që nga publiku i qytetit të kemi sa më shumë mbështetje. Sepse shoh shumë që këtë pjesë dua ta prek vetë personalisht, sepse jo shqetësim, por është diçka që nuk funksionon dot teatri pa publikun. Teatri bëhet për publikun. Dhe nëse ne si publik qyteti shkojmë ndjekim vetëm shfaqjet profesioniste, ku ne kemi të garantuar që kjo trup e Korçës ne dim që janë super profesionista, bëjnë shfaqje super kualitative. Tani ne si publik pse mos japim dhe një dorë të rinjve, thjesht duke shkuar ti shohim. Të mos kemi pritshmëri tek ata. Të krahasojmë këta po marr kot me festivalin Kokofest. Jo, ti bëjmë këta të rinj që 10 vite më vonë të jenë këta përfaqësuesit tanë në Kokofest, janë përfaqësuesit tanë në festivale që bëhen në Ballkan, në Tiranë, në evente të ndryshme. Edhe besoj që duhet të ketë një bashkëpunim shumë të madh midis publikut edhe shfaqjeve. Nuk dua të ketë paragjykime të tipit është festivali të rinjve. Po, është festivali të rinjve, të gjithë të rinj kanë qenë. Të gjithë trupat profesioniste kanë qenë të rinj dikur. Qofse ne të rinj tani nuk i mbështesim, edhe ne i paragjykojmë ata që jo, këto janë shfaqje të rinj, normalisht janë në një moshë që ata demoralizohen.
Edhe me këtë gabim të pavetdijshëm që mund të bëjmë ne jemi thjesht duke jo rënuar se është fjalë shumë e madhe, por duke vrarë pak ëndrat e një brezi që ndoshta do të jetë më vonë në teatr. Dhe besoj që qyteti i Korçës është qyteti që do i përkrah, se nuk është herë e parë që Korça ka bërë festivale, në Rin Show është plot, jo vetëm nga shkollat, unë shikoj që në Rin Show është i gjithë publiku masiv që vjen në komedi dhe uroj që të ndjekin të njëjtën vazhdimsi edhe te ky festival, sepse shpresojmë dhe do i garantojmë kënaqësi. Shumë faleminderit Ergis që ishe këtu sot me ne dhe unë juroj shumë suksese. Shumë faleminderit për ftesën. Tani miq, do të ndjekim një intervistë me Blerta Belliun. Blerta Belliu është drejtoresha e Qendrës së Kulturës dhe Inovacionit të qytetit të Korçës. Por gjithashtu dua ta përshëndes profesore Blerta Belliun, sepse është një nga profesoreshat e mia të baletit, që në vogëlsi dhe deri tani të ditëve të sotme. E ndjekim. Ne këtë vit Bashkia e Qytetit, por dhe Qendra e Artit dhe Kulturës dhe Teatri Anozo Gaçajupi ka ringritur, të themi, festivalin e teatrit të rinjve. Ne në fakt kemi bërë disa eksperimente dhe vitin që kaloi me më të mirët e formatit Rin Show, që tashmë është shumë i njohur, kemi marrë aktorët më të mirë të shkollave dhe kemi eksploruar dhe kemi eksperimentuar një shfaqje teatri duke punuar në mënyrë profesionale, me vepra dhe autor serioz, autor të njohur, ku të rinë të njihen dhe me dramaturgjinë botërore, me dramaturgjinë shqiptare dhe ndjekin gjithë procesin profesional. Të nisur nga kjo dhe nga dëshira e madhe e të rinjve të qytetit, ne kemi ringritur dhe kemi risjell festivalin e teatrit të rinjve. Do të jetë një festival garues, do të jenë regjizorë cilët janë profesionistë në kësaj fushë, kanë zgjedhur vepra serioze si Shakespeare dhe autor shumë të njohur Çehov, pra flasim për një proces profesional, ku shpresojmë që të rinjt amatorë të qytetit të marrin një eksperiencë të mirë në këtë fushë, por dhe pse jo ne t'ju nxisim dëshirën për teatrin dhe të jenë studentë nesër të Akademisë së Arteve. Pra flasim për një format i cili është një format profesional dhe do të mbahet në teatrin Çajupi për 5 ditë, pra do të jenë gjitha gjimnazat e qytetit, trupat që ata i kanë ndërtuar në shkollat e tyre, por duke çuar dhe ne specialistët tanë për të zbuluar sa më mirë talentet e reja, do të jenë gjimnazat e qytetit. Shpresojmë që vitin tjetër ta bëjmë një festival në gjithë qarkun e Korçës. Do të jetë festival garues, siç e thash, dhe shpresoj që kjo të nxitë më shumë forcat e reja artistike të qytetit. Më duhet të theksoj që ky ka qenë viti i të rinjve, e kam quajtur unë, sepse përveç Rin Show që ju e dini, kemi festivalin e teatrit, kemi festivalin koral, që fillon punën në nëntor dhe shfaqet në muajin dhjetor, në muajin e festave. Kemi dhe një festival që do ta zbuloj sot për të parë, festivali i zërave të rinj. I si do të jetë një festival ku do të këndojnë artistë të rinj që janë amator, gjysmë profesionistë dhe profesionistë, sepse kemi shumë të rinj që kanë studiuar në Akademinë e Arteve për kanto dhe janë rikthyer në Korçë. Do ta bëjmë me një band live, do të jenë njerëz që do të merret një staf i madh për të nxjerrë notat me parte, pra do të jetë edhe kjo diçka profesionale. Shpresoj që këto 4 evente të rëndësishme t'i kthejnë sy drejt të rinjve dhe të rinjt jenë si thuash ata që do ta mbajnë traditën e artit dhe kulturës në Korçë shumë më fort. Me këto evente ne i nxisim. Jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me të rinj të shkollës Temistokli Gërmenji, me regjizorin Fjodor Xhudollari, përshëndetje Fjodor, dhe me të rem pjesëmarrëse Pamela Rustemi. Përshëndetje të dyve. Përshëndetje. Do filloj njërë me ty Fjodor. Si ka qenë puna me gjimnazistët? Atëherë puna me gjimnazistët ka qenë pak sa e vështirë, po është më e bukur nga se që kisha menduar. A e konsideron sfiduese të punosh me të rinj të kësaj moshe? Po, është pak sfiduese, sidomos unë jam në fushën e aktrimit dhe është hera e parë për mua që marr pjesë në një festival ku duhet të jap direktiva dhe jo të marr. Edhe është goxha sfiduese, por shoh një dëshirë edhe pasion të studentët që kanë dëshirë për të mësuar, për të parë gjëra të reja, kanë bashkëpunim me njëri tjetrin. Po. Paralelisht po kaloj dhe tek Pamela. Pamela, ti si u bëre pjesë e këtij festivali? Ne ishim lajmëruar nga disa mësues në klasa. Pyetja e parë ishte nëse ne kishim pasionin për aktrimin, dhe sigurisht unë pranova.
Më pas na mblodhën së bashku dhe na treguan për gjithë të shfaqjes që do të bëhej dhe më pas na prezantuan me temën e saj, sigurisht edhe me regjisor. A është era e parë për ty që ngjitesh në skenë? Nuk është era ime e parë, do thoja që është era e parë për pjesën e aktrimit, por kam qenë në nëndjeçare, kam bërë pjesë në pjesën e kërcimit, gjithashtu edhe kam lexuar në lidhje me poezitë dhe ese të ndryshme. Cila është pjesa e shkollës Temistoklia? Është Të gjithë me huqe nga Lauren Boff. Është një vepër ku gjithë secili nga ne do e gjej veten patjetër. Po. Bëhet fjalë për një psikiatri ku të gjithë janë me huqe. Edhe besoj shumica nga publiku do e gjej veten në ndonjërin nga ata se s'bën. Po. Pamela, cili është roli yt? Unë do them vetëm që i përsëris fjalët dy herë. Kaq. Çfarë keni mësuar nga puna me regjizor dhe me aktorët profesionistë? Kam mësuar që ne të gjithë duhet të punojmë së bashku, të jemi sa më aktiv dhe të komunikojmë midis njëri tjetrit, sepse mendoj se kjo ka qenë pak e vështirë në fillim. Por tani jemi përmirësuar dhe jemi bërë si të përbashkët, një grup vetëm. Çfarë vlerash mendoni se do t'ju jap të rinjve përvoja e skenës dhe kjo punë në grup? Përveç socializimit që janë bërë goxha më social nga sa erdhën në fillim, që ishin të ngurtë, kishin komplekse, domethënë nuk shpreheshin si duhet, edhe kjo e bënte punën pak më të vështirë. Tani e ka bërë më të lehtë, janë ambientuar me njëri tjetrin, flasin për problemet që ka njëri tjetri për t'i rregulluar të gjithë bashkë, ka një frym goxha të mirë grupi. Po fillojnë po merren me skenografin, me veshjet, pavarësisht se unë nuk ja u kam kërkuar, po është dëshira e madhe e tyre që nga që përfaqësojnë veten, shkollën, qytetin, edhe e ndjejnë edhe si një lloj përgjegjësie që besoj ju ka bërë mirë. Për të dy kjo pyetje, cilën konsideroni sfidën më të madhe gjatë përgatitjeve për këtë festival? Sfida më e madhe patjetër është koha. Po. Pasionin e kanë, dashurinë për artin e kanë, thjesht koha që ne duam që të arrijmë diçka sa më rezultative, sa më të mirë, edhe besoj në një muaj kohë edhe është e mjaftueshme, po edhe si ishte e mjaftueshme, po me frymën që kanë do ja arrijmë patjetër. Po. Gjithashtu edhe për mua do thoja koha, sepse ne jemi dhe në pjesën e shkollës, disa janë edhe në përkurse, do thaj që mund të ishte pak e vështirë, por ne kemi pasionin dhe dëshirën e madhe, kështu që besoj se do ja dalim shumë mirë në fund. Si është spritur kjo nisë nga vetë aktorët profesionistë të teatrit të Korçës? Kanë qenë shumë mbështetës. Shumë mbështetës me të rinjtë dhe breza të rinj që duan të dalin që kjo traditë të vazhdoj. Tradita e artit, e festivaleve që bëhen në Korçë, e aktrimit normal, kanë qenë shumë bashkëpunues. Po. Pamela, ti përderisa je aktore, si të ka ndihmuar ky festival në formimin tënd personal ndjes? Po, do thoja që jam më sociale, jam më e hapur me të gjithë, sepse në fillim do thoya që isha pak më ndrojtur, por tani kam një komunikim më të gjerë. Të ka ndihmuar në formimin e vetbesimit tënd? Po. A do doje që në të ardhmen ta ndiqje ti këtë rrugën e aktrimit? Aktrimi më pëlqen mjaftueshëm, por e shoh vetëm si pjesë e hobit tim dhe nuk mendoj se ta kem në të ardhmen. Po që mund të bësh një aktore shumë e mirë. Faleminderit. Duke dëgjuar edhe regjisorin, do ta rimendojmë. Po. Çfarë mund të presim në ditët e festivalit? Ndonjë moment të veçantë ose diçka që mund të specifikoni? Ka goxha momente të veçanta, momente të bukura, momente reflektimi. Ka mesazhe që do përcillen nëpërmjet komedisë, por që kur mbaron shfaqja, po flas për shfaqjen tonë, kur mbaron shfaqja, domethënë publiku ka çfarë të flasi edhe pasi të mbaroj shfaqja. Jo, a keni ndonjë pritshmëri për këtë festival, për shembull qoftë nga publiku që do të vijë ose nga rezultati që ju do të jepni? Po, domethënë ne pritshmëritë kemi të larta, po varet e gjitha është në dorën tonë. Në dorën e grupit, në dorën time, edhe
se mbështetjen e kemi nga të gjithë, me thënë, po, e kemi gjithë ne në dorë, deri kur dalim. A keni dëshirë që ky festival të bëhet një traditë e qytetit të Korçës? Po, sa më shumë jetë gjatësi të ketë si festival, aq më mirë për ne, për të rinjt, angazhime më shumë, socializim, kulturë më shumë, edhe besoj do jetë një punë shkëlqyeshme nëse është vit për vit si festival. Ti Pamela, do kishe dëshirë të merrje pjesë vit për vit? Po, do kisha shumë dëshirë. Mendoj se është një eksperiencë shumë e bukur dhe do doja ta përjetoja përsëri. Po me regjisor ndryshe. Jo, me ti regjisor. Çfarë mesazhi keni për të gjithë të rinjt që qoftë duan të futen kësaj fushe? Po, të ndjekin pasionin, ëndrat e tyre, të mos jenë të turpshëm, sepse e gjej veten shumë në këtë pozitë, të vazhdojnë përpara, ta ndjekin ëndrën e tyre. Thjesht e janë në teatr. Shumë faleminderit të dyve për këtë intervistë. Shumë faleminderit ju për ftesën. Është momenti të shkëputemi për të ndjekur një intervistë me Ilda Pepin, aktore profesioniste e qytetit të Korçës, si dhe regjizore e këtij festivali. Na ndiqni. Unë rikthehem pas 10 vitesh të punoj me të rinjt. Kur jam kthyer nga Tirana, kam punuar në një rinshow dhe pastaj jam shkëputur dhe rikthehem me shumë dëshirë dhe me shumë përgjegjësi për të punuar një shfaqje me të rinjt. Sigurisht që festivali i të rinjve është diçka e re, është një risi për të rinjt e qytetit të Korçës, është një vlerë që shpresoj që Blerta dhe Qendra e Artit dhe Kulturës ta vazhdojnë dhe të bëhet një traditë, duke i shkëputur të rinjt nga rinshow, nga një shfaqje e cila tashmë ata din ta bëjnë shumë mirë dhe ti çojnë përtej, ti çojnë teatr në diçka pak më serioze, në vendin e fjalës. Teatri është vendi i fjalës dhe duke qenë se teatri është vendi i fjalës, gjithmonë unë jam inspiruar për të bërë në përgjithësi në krijimet e mia diçka ndryshe. Ashtu siç njem dhe në karnavalet, edhe kështu solla këtë vit me të rinjt e mi të shkollës së Maltës, do të vendosim Ridvan Dibrën. Ridvan Dibra është një shkrimtar shkodran dhe ne kemi përzgjedhur nga libri i tij Stina Ujkut, Tregimin për shpërimet. Është një pjesë të cilën pata fatin që fëmijët ta pranojnë dhe ta pëlqejnë, sepse nuk është një shfaqje e ja të qeshim, por është një shfaqje që ne do të themi disa gjëra që janë të rëndësishme. Kjo është një shfaqje që do të jetë pak ndryshe, duke vendosur po aq të rëndësishme sa fjalën edhe lëvizjen skenike. Është një provë për mua, sepse është shfaqja ime e parë. Unë jam aktore dhe nuk jam regjizore, për herë të parë po bëj regjin, edhe është pritur shumë bukur. Në fakt kam patur një frikë, një dyshim nëse të rinjt do ta pëlqenin një gjë serioze, sepse shikoj që gjithmonë gumzhin teatri nga rinshow dhe nga të qeshura pafund dhe shikoj që të rinjt janë të angazhuar më shumë dhe janë më shumë të prirur drejt komedisë sesa drejt dramës, por ky tekst thot disa të vërteta që të gjithë i dim, por nuk i themi. E ardhmja e këtij vendit janë të rinjt dhe më e rëndësishme është frymat që ne do t'i rritim të rinjt. Është shumë e rëndësishme që fëmijët dhe të rinjt e qytetit tonë të Korçës, qoftë edhe të qyteteve të tjera, por ne flasim për Korçën meqense nga Korça jemi, duhet që patjetër të rriten dhe të frymëzohen përmes artit, përmes të bukurës dhe përmes vlerave. Kështu që teatri, arti, një qendër e cila jam e sigurt që gumëzhin çdo ditë nga të rinjt, të cilët vinë me dëshirë për të mësuar, për të njohur veten e tyre, është një iniciativë e mirë, e bukur dhe e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Dhe për këtë gjë duhet të falenderohen edhe nxënësit, edhe prindrit, por edhe shkollat që janë bërë bashkë me këtë iniciativë. Atëherë është eksperjenca ime e parë. Ndihem vërtet shumë e fat që arrita të merrja pjesë. Është një eksperiencë vërtet unike dhe për mendimin tim e paharrueshme për gjithëkënd që marr pjesë. Është një mundësi shumë e bukur që na jep shkolla,
kemi mbështetje nga të gjithë mësuesit, institucionet, çdo gjë dhe ndihemi vërtet shumë me fat që kemi mundësi të shprehim talentin tonë, ëndrat tona dhe ndihem vërtet shumë mirë për këtë gjë. Ndihemi lumtur për këtë që jam duke bërë. Shpresoj të ketë akoma dhe më shumë aktivitete të tilla, duke marrë parasysh dhe pasionin që kam për aktrimin. Do dëshiroja të merrja akoma më shumë pjesë në aktivitetet e tjera që mund të ndodhin. Ndoshta mund të jetë shumë e rëndësishme për të gjithë. Është mundësi, siç e tha dhe shoqja, që mund të hapen rrugë të tjera për disa nxënës që nuk e kanë kuptuar veten se ku janë. Miq jemi rikthyer në studio me dy të ftuara të radhës, Ambra Spaiu dhe Leticia Argocka. Përshëndetje dhe faleminderit që ishit pjesë. Përshëndetje. Ti si u përfshit në këtë festival, Ambra? Të them të drejtën, unë jam përfshirë gjithmonë në çdo festival të mundshëm që është bërë aktivitetet e shkollës, dhe patjetër që më erdhën fjalë që zhvilloi ky aktivitet, ky festival. Dhe isha e gatshme dhe isha shumë e lumtur që do merrja pjesë. Leticia, po ti? Ndërsa ne na erdhi lajmi nga presidentja e shkollës, ajo na informoi për këtë aktivitet të ri në qytetin e Korçës dhe isha shumë e lumtur që do merrja pjesë. Çfarë ndjesia është të ngjitesh në skenën? Unë do thoja është shumë magjike si gjë. Është një ndjesi shumë e veçantë. Si e ke përjetuar herën e parë? Ishte një sigur po dridhesha, po ishte brenda meje. Sigurisht ajo frika e brendshme. Po, ishte frika e brendshme e gjitha se përpiqesha në maksimum ose tregoja. Të dukesha shumë konfidente në skenë. Po në fillim kisha atë frikën, ato emocionet e para, po sa thua ato batutat e para dhe më pas tikën e gjitha, fillon bëhesh njësh me skenën. Dësa për mua është një mix emocionesh, qoftë nga frika se si do dalim, se si do përcjellemi në publiku, a do kuptohen batutat apo mesazhet tona, gjithashtu shumë gëzim i madh të shikosh gjithë njerëzit që të suportojnë, qoftë nga familjarët apo shoqëria, apo dhe njerëz që ti nuk e ke takuar, thjesht janë aty për të parë. Ishte shumë e bukur pjesa se si do organizoheshe me një tjetrit, edhe në fillim ishte shumë e frikshme, futesh edhe ishe duke u dridhur, po kur shikoje pastaj mbështetjen e publikut me duar të kitje, me brohërima, ishte shumë rehat për të vazhduar. E kuptoj shumë mirë. Po juve a keni qenë të ndikuara nga familja apo nga shoqëria, nga dikush tjetër mbase, apo keni pasur vetë pasione, keni pasur që në vogëlsi dhe keni thënë jo do marr pjesë vetë nga pasioni që kam, nga talenti që kam? Do thoya të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak. Po, edhe familja është përpjekur gjithmonë të më plotësoj ato ëndrat, ato dëshirat e vogla që mund të kem patur. Të marrësh edhe shoqëria. Aktivitete sa më shumë. Po, sa më shumë aktivitete se e din që atë tip kam, dua të jem kudo. Edhe shoqëria gjithmonë duke më njohur më ka thënë që shko se bëhet ky aktiviteti, do vish. Po që edhe vetë gjithmonë kam patur dëshirë shumë të madhe që të jem pjesë e skenës. Leticia, po ti a ke qenë ndikuar? Po, patjetër, unë që e vogël kam bërë ato improvizimet e para familjes time dhe ata e dinë që unë kam një talent për aktrimin dhe kanë qenë shumë suportues, por gjithashtu edhe dëshira ime e madhe për të provuar eksperienca të reja në një moshë që duam provuar. Po, sigurisht. A keni krijuar miqësi të reja nga aktiviteti që ju po bëni, nga festivali i teatrit të rinj? Patjetër. Gjithmonë kudo ku je në çdo lloj aktiviteti, në momentin që ty të duhet të bashkëpunosh, krijohet miqësia, afrimiteti me të gjithë. Edhe që është një shkollë shumë e madhe. Dhe kur hyra ditën e parë pas fytyra të reja, njerëz që nuk e kisha parë më përpara, edhe pse pjesë e shkollës. Dhe tani kur mendoj që bëjmë shaka, flasim me njëri tjetrin sikur njihemi prej vitesh, kujtoj atë ditën e parë që as nuk i njihja. Edhe është ndjesi shumë e bukur sepse hapet rrethi shoqëror, bëhesh më sociale. Dhe ndihesh edhe më mirë me veten, me të tjerët, filloni kupton gjërat më mirë. Unë isha me pak fat në këtë pjesë, sepse përveç se unë jam në vitin 40 dhe e njoh të gjithë pjesëtarët e shkollës, ne jemi shkollë pak më e vogël, kolegji Preka është më e mbledhur si shkollë, dhe unë i njeh të gjitha, po për mua një e re këtë vit ishte regjisorja Ilda Pepi, kështu që. Çfarë keni mësuar nga puna me regjisorët apo dhe nga aktorët profesionistë? Një nga gjërat që unë kam mësuar janë disa teknika që ndoshta përdoren në Akademinë e Arteve. Dhe ata, domethënë regjisorët që i kam shumë xhan, janë shumë të mirë. Regjisorët duke qenë se i kanë bërë ato teknika dhe kanë parë si kanë funksionuar, na i kanë mësuar dhe ne. Dhe na kanë bërë që të ndihemi shumë mirë dhe na kanë bërë shumë herë më të thjeshtë zbatimin e rolit sesa
ashtu sikur nuk di asgjë, kupton, kurse kur ta tregon një mënyrë të duhur për ta bërë, edhe ndjek atë mënyrë roli del shumë bukur edhe gjithë shfaqja del shumë e veçantë. Letizia, po ti çfarë ke mësuar nga puna me regjisorët apo dhe nga aktorët? Po, në të dyja kemi qenë në një show me regjisor Franz Brekun, tani jemi me regjisor të ndryshëm. Nga të dy që janë aktor profesionistë, kam mësuar shumë gjëra të reja, si fillim frymën që ata kanë për të na krijuar atë bashkëpunimin midis nesh, për të rregulluar grimasat, për të menaxhuar emocionet tona, apo dhe timbrin që të dëgjohet në gjithë skenën, që sa na kanë pak problem këtë pjesë. Letizia, cila ka qenë sfida më e madhe gjatë përgatitjeve për festivalin? Bashkëpunimi dhe koha, mendoj sepse të gjithë ne kemi angazhimet tona personale, viti i dytë për ne shumë i ngarkuar, por gjithashtu dhe matura dhe viti i parë janë kanë ngarkesën e tyre. Koha, kurset, si do të menaxhojmë orare, sepse jemi një grup me shumë veta që duhet të bijmë dakord të gjithë. Edhe kjo ka qenë sfidë shumë e madhe për ne, po. Pra besoj se ju i keni menaxhuar kohët. Edhe ti Ambra, besoj i keni menaxhuar. Mundohemi që t'i rregullojmë të gjitha ashtu siç duhet, meqense kemi marrë përsipër. Po, kthejmë të gjithë në prioritet pastaj. Po. Si ju ka ndihmuar kjo përvojë në zhvillimin tuaj personal apo dhe në ndërtimin e vetbesimit tuaj? Të bën të ndihesh më e qetë dhe më sociala. Duke qenë se ti po merresh, plusin e kemi dhe vepra tani. Të bën dhe ta kuptosh më mirë një shkrimtar duke luajtur atë që ai ka shkruar. Të bën të ndihesh shumë ndryshe, të bën të ndihesh shumë e lumtur, sepse ti po merr pjesë, domethënë, në diçka shumë të madhe. Për shembull, për mua është diçka shumë e madhe. Ndoshta për publiku mund të jetë diçka shumë e vogël, po për ne aktorët është diçka shumë e madhe, dhe të dalësh në skenë, të interpretosh veprat, për shembull ne kemi veprën e Shakespeare-it, një autor fantastik. Është emocion shumë i madh. Më fol pak për veprën tënde. Çfarë roli ke ti atje? Un kam 2 rola. Ne jemi përpjekur që të fusim edhe disa pjesë të tjera, domethënë që nuk janë pjesë e veprës, nga që ishim shumë veta. Dhe un kam 2 role, jam kryezana, kemi një grup me korin e zanave, gjithashtu dhe Hermia, e cila bën ca proçka aty. Bën ca një lëmsh i madh aty që se si do zgjidhet. Do e lëm për më vonë. Okej. Si të ka ndihmuar kjo përvojë ty, Letizia, në zhvillimin të personal, po dhe në ndërtimin e vetbesimit tuaj? Unë them gjithmonë që skena është shumë magjike dhe kur del aty është emocion shumë ndryshe, po edhe puna që bëhet pas skenës, për muaj të tërë ose për javë të tëra që ne na duhet të përgatitemi, të bëjmë prova vazhdimisht, janë një eksperiencë akoma më e bukur më vete. Përveç se unë kam trajtuar si punë, pra nuk e shoh thjesht si një eksperiencë, por gjithashtu edhe një angazhim personal shumë të rëndësishëm që të dalim aty dhe të dalë diçka shumë e bukur. Më ka krijuar disiplinë pune. Më ka bërë të kuptoj se sa e vështirë është arti dhe sa vështirësi hasin aktorët duke punuar, bashkëpunuar. Patjetër kur del në skenë, vetbesimi është më i lartë të shtohet, ti thua që tani unë mund t'ja dal këtu, se po të pret një publik i tërë që ti duhet i angazhosh, duhet i kënaqesh me veprën që ti ke gjetur të sjellësh. Cila është vepra që ju po zhvilloni në Kolegjin Preka? Ne kemi Stinën e Ujkut nga Ridvan Dibra, është një vepër ndryshe nga shkollat e tjera. Ne kemi zgjedhur dramën, një nga zhanrat më të vështirë. A keni ndonjë arsye që pse e keni zgjedhur? Dëshira e Ildës, totalisht, dhe unë jam shumë e lumtur që kemi zgjedhur diçka ndryshe. Në përgjithësi, kolegji jonë është ndryshe në të gjitha aspektet. Cili është roli yt në veprë? Vepra ndërtohet me zëra edhe me një person i cili është i larguar nga shoqëria për shkaqe të ndryshme dhe nuk është se ka role kryesore, thjesht janë të gjithë që kanë një pjesë teksti dhe janë të gjithë duke luajtur në formë zërash. Po mesazhi është shumë i fortë, shpresoj që njerëzit të arrijnë ta dëgjojnë me vëmendje dhe të kuptojnë atë çka vepra jon do të sjellë në skenë. Shpresoj dhe unë shumë që ta jepni atë mesazh. Vajza të pyes, a mendoni se kjo eksperiencë do të ndikojë në zgjedhjet e tua, mbas edhe në karrierë më vonë? Unë personalisht mendoj se po, duke qenë se nuk e di, aktrimi, arti më ka hyrë shumë në zemër, e kam shumë për zemër edhe pasi ju të dyja e thatë që e keni pasur që të vogla pasion. Dhe mendoj pse jo të vazhdoj Akademinë e Arteve më vonë, dhe sa më shumë eksperjenca aq më mirë. Edhe një nga këto eksperjenca është edhe Festivali i Teatrit.
Leticia, po ti? Për mua është shumë kënaqësi të marr pjesë në këto lloj aktivitetesh me role të ndryshme. Ne kemi edhe një rol që kemi luajtur të dyja. Dhe dy kosovare, kështu. Të ndryshme në tip. Nga të gjitha rolet unë mësoj dhe patjetër sigurisht që disiplina është shumë e rëndësishme. Kjo është ajo që unë do marr nga këtë eksperjenca, por nuk besoj jam te fusha e mjekësisë në të ardhmen. Duroj suksese. Faleminderit. Atëherë domethënë ju do të ndiqni rrugën në të ardhmen, ti Ambra më the që mund ta ndikësh Akademinë e Arteve, ti nuk mund ta ndikësh. Por që mbase mund ta praktikosh këtë si pasion, sepse e ke talent. Më pëlqen shumë nuk do ta humbësh si mundsi. Më pëlqen shumë të flas, më pëlqen shumë të përcjell mesazhe, më pëlqen shumë të shkruaj, edhe ku ka më bukur ti përcjellësh të gjitha këto gjëra ose veten tënde në një formë ndryshe, ashtu siç është arti apo skena. Çfarë mendoni se do të mësoni nga ky festival, pra? Si do dini? Mendoj që çfarë pritshmëri ke ti Ambra për shemb? Unë shpresoj shumë, domethënë që edhe veprën tonë të arrit ta kap publiku, sepse komedia të ka të shfaq të nxjerrë në pa të metat e shoqërisë. Shpresoj shumë që edhe veprën tonë ta kuptoj siç duhet publiku, sado që ne po përpiqemi ta bëjmë sa më të thjeshtë. Dhe nuk e di, mendoj, shpresoj shumë që do dalë sa më mirë, edhe të jetë një vepër sa më e bukur edhe shfaqja të jetë e lidhur sa më mirë. Leticia, po ti çfarë pritshmëri ke nga ky festival? Dua të arrit të përcjellen të gjitha mesazhet e forta që kjo vepër ka. Dua që të njihemi ne, ashtu siç jam unë, janë edhe pjesëtar të tjerë të grupit, të cilët janë shumë të talentuar, edhe pse jo të tregojnë dhe ata aftësitë e tyre dhe të përcjellen sa më mirë te publiku dhe patjetër që dalim një nga shfaqjet më të mira. Ambra, më thuaj pak çfarë mesazhi ke për të gjithë të rinjtë? Të ndjekin ëndrat e tyre. Të gjitha çfarë lloj ëndrash që kanë, të ndjekin, mos ngurohen, mos kenë atë frikën si do dal, kam tur. Kjo është kryesorja, sepse duke patur një shoqëri shumë të madhe, kam vënë re që gjithmonë mund të kenë talent, mund të kenë shumë, mund të dinë ta bëjnë shumë mirë atë gjë. Po mbas ndikohen nga të tjerët. Ndikohen nga të tjerët, kanë frikë, kanë tur. Mendoj që t'i heqin të gjitha emocionet dhe të përpiqen ta bëjnë, të paktën të përpiqen, sepse kanë çdo njeri mund të ketë pritshmëri. Për shembull, unë nuk e prisja kurrë që mund të kisha aq shumë talent në teatr. Po. Më pëlqen shumë mesazhi që the. Dhe Leticia, çfarë mesazhi jep për të rinjtë? Të jenë të guximshëm dhe të lirë. Të guximshëm në kuptimin që të guxojnë në të gjitha gjërat që ata duan të provojnë. Edhe nëse nuk dalin me sukses, edhe nëse dështojnë, nuk ka problem. Rëndësi ka që eksperienca do t'ju mësoj shumë gjëra të reja, qoftë për disiplinën ku ata duan të marrin pjesë, por gjithashtu edhe për veten e tyre. Pra unë kam njohur te vetja ime një anë ndryshe. Dhe kam kuptuar se sa bukur është të provosh gjëra të reja dhe të jesh i lirë në zgjedhjet e tua në çfarëdo lloj aspekti. Vajza, shumë faleminderit që ishit këtu sot me ne dhe unë ju uroj shumë suksese kudo në jetë. Faleminderit shumë. Miq, ne do të shkëputemi për disa spote publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarin e fundit. Jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me një të re pjesëmarrëse, Ester Terezi. Përshëndetje Ester, faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve për ftesën. Përshëndetje Ester, si je? Si u përshive në këtë festival? Ne kemi qenë duke zhvilluar orën e mësimit, futet drejtoresha në klasë dhe bën lajmërimin që ka filluar, le të themi, festivali i teatrit të rinjve, kush deshte të merrte pjesë dhe patjetër që nuk e humba këtë mundësi, sepse mendoj se është një nga eksperiencat më të bukura të gjimnazit. Po, edhe morë pjesë shumë. A është era e parë për ty që ngjitesh në skenë si aktore? Jo, nuk është era e parë. Kam marrë pjesë edhe në shfaqje të tjera me të rinjt, por si gjimnaziste me teatrin e të rinjve, siç me një format konkurrues, është era e parë. Po. A ke qenë ndikuar nga familja apo nga shoqëria për të marrë pjesë apo e ke pasur thjesht pasion vetë? Tani unë jam marrë edhe herë të tjera me artin. Jam ndikuar patjetër nga familja fillimisht. Më pas më pëlqeu dhe vetë dhe vendosa ta vazhdoja, domethënë, si rrugë. Po, shumë. Fillimisht nëse mund ta zbuloni, cili është roli yt? Roli im është vajza e një familje të pasur.
e cila, le të themi, është e dashuruar dhe pret që të martohet, por më pas, le të themi, Ester, çfarë keni mësuar nga puna me regjisorët profesionistë dhe aktorët profesionistë? Një ndër, domethënë, mësimet, le të themi, më të rëndësishme, ka qenë puna e palodhur dhe rezultati mjaft i kënaqshëm në fund, sepse pa punë nuk ka një rezultat të cilin duam qoftë edhe ne si aktor, por edhe publiku ta shohë. Gjithashtu bashkëpunimi është një pjesë e pandashme. Mendoj se është një nga, domethënë, punët më të mira dhe mësimet më të mira që ne mundet të marrim si të rinj. A ndihesh komode si ndihesh në qendra kur bëni audicionet apo provat? Patjetër, njerëzit janë Je shoqëruar me të tjerë aty? Po, jam e shoqëruar me të tjerë, njerëzit të bëjnë të ndihesh, domethënë, sikur je pjesë e tyre. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë përgatitjeve? Besoj me patjetër do ketë qenë koha, sepse duke qenë se jemi të rinj, shkolla, kurse, patjetër kemi pasur angazhime të tjera, po dëshira e madhe për ta bërë për ta realizuar këtë shfaqje, ka qenë, le të themi, edhe më e madhe se sa angazhimi jon, duke bërë edhe kohë për. Pra nuk i ke lënë pas, ke gjetur kohë për çdo gjë. Patjetër. Më pëlqen Ester. Ester, ti përmende që ke qenë në skenë edhe më parë. Cilat janë emocionet e tua kur ngjitesh në skenë? Tani fillimisht të meri. Po. Thjesht, domethënë, përpiqem të mos ngelem, i rikujtoj vetes që pavarësisht se ka shumë njerëz prapë së prapë unë duhet t'jap më të mirën nëse dua që të ketë një rezultat të mirë në fund. Kam shumë emocione në prapa skenë, por në momentin që dal në skenë, le të themi zhduken të gjitha. E ndjen veten pjesë të saj. Po. Si të ka ndihmuar kjo përvojë pra që ke pasur edhe që në vogëlsi me zhvillimin tënd personal? Më ka bërë shumë sociale, është një ndër eksperiencat më të mira. Jam shumë e shoqërueshme me njerëzit, por gjithashtu kam arritur të njoh edhe njerëz të rinj, patjetër. Domethënë me të cilët kam një pasion të përbashkët. Estra, do doje ta ndiqje në të ardhmen këtë rrugën e artit dhe të aktrimit? Nuk e di. Më pëlqen shumë si rrugë, po jam e pavendosur akoma. Faleminderit Ester që ishe këtu me ne sot. Shumë faleminderit Ester dhe unë të uroj shumë suksese kudo. Faleminderit juve. Gjithashtu falenderojmë të gjithë të ftuarit që ishin këtu sot në këtë episod të emisionit Të rinjt për të rinjt me ne, që ishin regjisor, aktor të rinj dhe kemi mbërritur në fund të emisionit dhe për ditën e sotme ku kemi folur gjëra gjatë për festivalin e teatrit të rinjve dhe deri atëherë unë ju uroj një javë të këndshme. Mirupafshim, shihemi.